ditën e tretë të shërbesës të dhëndrit dhe të fundit, janë disa tema shpirtërore shumë të rëndësishme. Folëm 2 ditët e para për disa tema, që ka dhe 9 tema, dhe do kohë shumë të gjatë për të folur për të gjitha, po do doja ndalesha në 2 gjëra shumë të rëndësishme në ditën e sotme. Në mëkataren e penduar dhe në tradhtinë e Judës. 2 njerëz krejtësisht ndryshëm. 2 gjendje shpirtërore krejtësisht ndryshme dhe vendosen në kontrast, se si një grua mëkatare gjeti shpëtimin dhe një nga nxënësit, një nga apostujt e humbi. Këto na bëjnë të mendojmë për disa tema të jetës tonë, çfarë është mëkati, çfarë është pendimi, dashuria e pafundme e Perëndis, liria. Le ta fillojmë me mëkatin. Mëkati në Kishën Ortodokse nuk është vetëm thjesht një shkelje e një urdhri, ose shkelje e një fjale, është diçka më e thellë edhe më e rëndë, është prishja e një marrëdhënie, kur njerëzit e prishin marrëdhënien me Zotin. E duke prishur atë marrëdhënien e dëmtojnë vetë ekzistencën tonë, sepse të jesh i mirë, e të bëhesh i ngjashëm me Zotin, nuk është çështje vetëm thjesht etike, është çështje ontologjike, është qenia jonë që dëmtohet dhe shtrembërohet. Prandaj edhe mëkati është aq shumë i rëndë, por Perëndia ka dhënë edhe pendimin. E pendimi është diçka shumë e rëndësishme. Dhe pendimi në Kishën Ortodokse nuk është vetëm thjesht keqardhja për atë që mund kemi bërë. Pendimi është një vendim shumë i rëndësishëm për ndryshuar gjithë mënyrën tonë të jetuarit edhe të menduarit. Nuk është vetëm bëm një gabim, japim gjobën dhe lahet. Është rregullimi dhe restaurimi një marrëdhënie me Perëndin. Por njerëzit shpeshherë kanë guximin për të mëkatuar, siç thotë Shënia Gojarti, dhe pastaj kanë turpin për të penduar. Duhet ishte e kundërta. Duhet kishim turpin për të mëkatuar e të kemi guximin për të penduar. Po i ligu e përmbys këtë vlerë. I nxit njerëzve, ju jep guxim për të mëkatuar dhe pastaj jep ndjenjen e turpit për të penduar. Nëse pendohemi nuk është turp. Krenarët kanë turp për atë gjë. Njerëzit e përurur e pranojnë gabimin shumë shpejt. Prandaj edhe ata mund të pendohen, e nëpërmjet pendimit mund të arrisin shpëtimin, siç gruaja e sotme. Ajo derdhi një mirro shumë të shmuar mbi trupin e Zotit dhe me flokët e saj filloi të fshinte edhe këmbët e tij. Dhe shumë njerëz rrotull, përfshirë nxënës, menduan që pse u harxhua një para kaq e madhe, një pasuri dhe mund të jepte të varfërve. Ndërsa ajo e bëri atë për Perëndin. Dhe Zoti thotë varfrit do i keni gjithmonë me ju, po këtë gjë që bëri kjo grua do kujtohet vazhdimisht. Derisa të përhapet të jetë ungjilli, gjithmonë do kujtohet kjo vepër. Përse Zoti e ngriti kaq shumë lart këtë gjë? Sepse ajo u pendua thellë. Edhe është një shembull pendimi për gjithë secilin nga ne. Në psalmet e Davidit thotë një fjalë shumë e rëndësishme. Thotë që do ta derdh hidhërimin përpara Perëndis. Çfarë do thotë kjo gjë? Pikërisht atë hidhërimin e pendimit ne e derdhim përpara Perëndis, kur ne realisht e thyem enën e zemrës tonë që është ngurësuar nga mëkatet, nga krenaria dhe e derdhim përpara Perëndis. Ajo do na lirojë, do na shirojë. Do largohet hidhërimi nga shpirti dhe do vi gëzimi, sepse guximi që sjell pendimi jep edhe gëzim. Pendimi i vërtet nuk është i trishtuar, është i trishtim që ka brenda edhe gëzimin. Pendimi i krenarit është i trishtuar, ka lënë dëshpërim. Juda e tradhtoi Zotin nga çmira dhe nga lakmia. Dhe vrau veten nga krenaria. Është një pendim i krenarit. Kur njeriu mendon kështu, thot, si arrita unë, nuk përqendrohet tek Zoti, po përqendrohet tek vetja e tij. Dhe ky pendim është një pendim demoniak. Pendimi i vërtet është nga përulësia. Prandaj edhe mësimi i sotëm është shumë i rëndësishëm për gjithë secilin nga ne. E na kujton të gjithëve që le të kemi turpin për mëkatin, e të kemi guximin për t'u penduar, sepse nëse do e thym enën e zemrës tonë, e do e derdhi mirën mendore përpara Krishtit, ai do na fali, e do na restaurojë përsëri. E le të lutemi Perëndis që të na japi këtë guxim.
e të vazhdojmë rrugën e pendimit, se nëpërmjet pendimit mund të arrisim në kungim me Perëndinë e gjallë. Amin.